Përshëndetje dashurit e mi, mirë se erdhët në Living, uroj që të keni kaluar një javë plot dashuri, ashtu siç ishte edhe leitmotivi i këtyre ditëve. Edhe beqar datën 15 uroj ta keni kaluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Uroj të kalojmë edhe ca minuta të këndshme së bashkut, por me që jemi pikërisht në ujërat e Shën Valentinit, sepse ne kështu e kemi, e fillojmë dhe mbarojmë ca ditë prapa, na zgjat ca vigjile, ju ftoj që të shihni historinë, po edhe disa kuriozitete lidhur me Shën Valentinin. Ndiqeni. Shën Valentini është dita në të cilën festojmë atë mrekulli që është rënja në dashuri, duke shkëmbyer dhurata për t'i kujtuar njëri tjetrit rëndësinë, bukurinë dhe kënaqësinë e çënërit të prekur nga Erosi, zoti i dashurisë. Kjo festë nuk është një përvjetor, domethënë një kujtimi, është një zgjidhje impenjative që gjithsecili e bën sipas mënyrës vet. 14 shkurti është një ditë e gëzueshme dhe e këndshme feste, pasi çdo Shën Valentin mund të festohet me një person të ndryshëm. Sepse festa e Shën Valentinit nuk është festa e fejesës me dikë, por e çënërit i dashuruar. Është kujtimi e falënderimit për Zotin e Erosit, për plagëshin e shëronë të vdekshmëve. Kur të tërhequr drejt një shenje tjetër, bijem në atë smundje dashurie që na komplikon jetën, duke alternuar momente dallëdije dhe ekstaze me kriza melankolie, ligështimi dhe vetmie. Sapo i dashuri largohet nga horizonti ynë. Shën Valentini është një ditë në cilën njihen të dashuruarit. Shumica pajtohen me ndjekjen e një zoti ndonjëherë tiran, po tiran, sepse dashuria mund të marrë fund dhe të dashuruarit mund gjenden të vetmuar. Pikërisht edhe në ditën e Shën Valentinit. Vetëm pak vjet më parë, diçka më shumë se para një dekade, festa e dashuruarve mori qytetarin e një feste të vërtet edhe për shqiptarët. Aq shumë ranë sy kjo sa të rriturit mendonin se kjo ishte një festë krejtësisht rinore, thuajse e ndaluar për ta. Kjo për shkak të mosnjohjes së festë, historisë dhe domethënies së saj. Ashtu siç ka ndodhur me shumë ngjarje tjera të veçanta të konsideruara të rëndësishme për gjithë pjesën e botës, për të mbajtura larg nga shqiptarët. Por pak nga pak, festimi i Shën Valentinit filloi të mos bënte më alergji tek prindërit dhe të moshuarit, dhe të bënte me vetdije të rinj, të cilët tashmë e kishin kuptuar se të festosh Shën Valentinin nuk do të thotë me do e mos të bësh namin dashuri, por të falenderosh një shenjë që bashkon zemrat e njerëzve, të cilët kanë lindur për të qenë bashkë. Shtunë 14 shkurt vit në vit, nëpër rrugët e qyteteve shqiptare, shtohen vajzat dhe djemt që mbajnë dhuratat e lulet në duar. Por shtohen edhe njerëzit që dalin rrugëve, lokaleve dhe parsheve për të festuar një festë që në thelbin e kësaj i ngrej një ndjenjë mjaft intime. Aq sa vitet e fundit të shëtisësh sidomos në rrugët e kryeqytetit me datën 14, është si të marrësh pjesë në paradat e majit më shumë se 10 vite më përpara. Sepse çdo e mirë ka një të keqe, tashmë shqiptarët preferojnë ta festojnë dhe më shumë bujë mbilen. Atë rënjën e tyre në dashuri, atë të ndjerin në një planet tjetër, ku çdo gjë duket e bukur dhe pa tmeta. Pse festa e Shën Valentinit bie pikërisht me 14 shkurt? E keni pyetur ndonjëherë veten? Është një rasti apo ka ndonjë kuptim veçantë? Në kalendarin romak, shkurti është i konsideruar si muaj në cilin njerëzit përgatiteshin për ngurritjen e pranverës, stilin e rilindjes. Kështu fillonin ritet e pastrimit, shtëpitë pastroheshin dhe u hidhej krip si një farë feste e veçantë. Por në veçanti, në mes të muajit, fillonin festimet në nder të zotërve që i mbanin uqërit larg nga fushat e kultivuara. Urdhër priftërinjve të ngarkuar në këtë kult i afroi grops ku sipas legjendës Ulkonja kishte rritur Romolën dhe Remon, ku kryenin sakrificat zbutëse. Gjaku i kafshëve përhapej, pastaj në vendin përreth rrugëve të qytetit si shenjë pjellërisë. Ngjarja e vërtetë për rinin romake të asaj kohe ishte një tip lotarie dashurie. Çdo vajzë e re në kohë për të martuar vinte emrin e saj në një vazë dhe çdo beqar duhet të kapte një emër pa e parë se për kë bëhej fjala. Kështu formoheshin çifte, që shpesh përfundonin martesë. Ja një listë me kuriozitete mbi Shën Valentinin. Sipas një sondazhi të vitit kaluar në Itali, 48% të dashuruarve dhurojnë në 14 shkurt lule, që janë dhurata e preferuar. Më pas ndjekin çokolladat 25%, veshjet 15%, parfumet dhe bijut 12%,
janë rreth 20 milion lule që blihen me një vlerë prej 75 milion eurosh nga italianët. Sipas një sondazhi të Reuters vitit 2010, 1/524.000 personave të intervistuar preferonin ta kalonin Shën Valentinin me qenin e tyre. Në këtë sondazh del se 50% e turqve 14 shkurtin e kalon në shtëpi me kafshën shtëpiake, duke zënë vendin e parë si populli që e urren më shumë këtë festë. Ana tjetër e medaljes janë francezë. Vetëm 10% e tyre preferonin qenin në vend të partneres. Arsye se pse trëndafilat e kuq janë simboli i Shën Valentinit janë dy. E para, e kuqja është ngjyra e pasionit. E dyta, San Valentino i dha një trëndafil të kuq një çifti që po debatonte duke shuar sherrin. Gjerasin të falenderoj stafin që punon pas kamerave, diskutohet edhe parukeri Arben i cila kujdeset ma shumë dashuri për mua, po t'ju a them një sekret? Që ta lini pa punë, edhe të mos shkoni të merrni edhe të paguni për trajtimet estetike, ndishni insertin edhe shihni se si në kushte shtëpijet mund të realizoni disa gjëra vërtet shumë të këndshme, që trupi juaj do ju a di goxha për nder. Po mos ja thoni kujt, diçeni. Receta shtëpie për trajtimin e trupit dhe të flokëve. Ju rikthyem recetave të gjyshes. Hapëm frigoriferin dhe dollap dhe përgatitëm disa receta të thjeshta dhe të dobishme për fytyrën, trupin, flok, duar dhe këmbë, dhe që nuk kanë nevojë për shpenzime ekstra. Pastro kastravecin dhe grijen. Më pas përzieje me kosin, pasi të kesh mbledhur flok, përhape maskën në fytyrë. Lëre maskën 10 minuta dhe më pas shpërlaje me ujë të vakt. Për vëllim natyror në flok, për gjitha llojet e flokëve nevojiten ujë termik, një shishe me spërkat. Kur ndjen se flokët janë pa volum, spërkati me ujë termik, në rrënjë dhe më pas thaj me tharse duke mbajtur kokën poshtë, në mënyrë që të marrin sa më shumë volum. Kjo zgjat rreth 5 minuta. Për thonjë delikate dhe duar të bukura, nevojiten 5 lugë vajullirit, i vakt. Forca dhe shëndeti i thonjve vjen nga lëkura që i rrethon. Ndaj duhet ju shesh me gjën e duhur që nuk është tjetër veç vaj ullirit. Mbaj gishtat mbaj për 10 minuta. Më pas fshi me një copë të pastër dhe masazho i lehtë. Pasi të mbarosh të procedurë, mos i laj duart me sapun, por lëri të pinë vajin. Më shumë se në asnjë stin të vitit, më të përdorshmet për ne femrat janë pikërisht getat. Mirë po, aq sa janë edhe që na shpëtojnë qoftë nga i ftohti edhe shumë sekrete tjera që nuk po i bëjmë publike, për aq shkollë sa meshkujt nuk i kuptojnë. Ne mund themi të tjetrën që jemi goxha në siklet sepse ato her pas here grisen edhe na lënë mbalt. Ja se si mund t'ja dilni ta parandaloni grisin e tyre në momentet kur nuk duhet. Ndiqeni. Ja si ta parandaloni grisin e getave. Në dimër më shumë se kurdo, përdoren geta. Sidomos nëse ju pëlqejnë fustanet ose jeni një farë mënyre detyruar t'i vishni. Po a e keni menduar ndonjëherë sa palë ndorroni për shkak të vrimave të padëshiruara që ndodhen sapo materiali i tyre i holl ngec diku? Nuk është vetëm shqetësimi për të zgjidhur situatën e pakëndshme, por edhe detyrimi për të blerë sërish një palë të tjera. Po ka një mënyrë që i forcon shumë getat. Futini ato në ujë kur i nxjeni nga ambalazhi dhe pastaj vendosini në ngrirje. Do dalin nga kjo provë e vështirë edhe më rezistente. Ne folëm për historinë e Shën Valentinit edhe është fol mjaftueshëm këtë ditë në televizione. Megjithatë, një ndër arsyet se pse ju nuk keni kaluar një happy Shën Valentin, edhe se pse keni festuar datën 15 dhe jo 14, mund t'jetë pikërisht edhe gërhitja, sepse ju nuk e duroni dot gërhitjen e partnerit tuaj ose partneres. E po nëse nuk doni që ta kaloni edhe vitin tjetër po single, juftoj që shihni insertin edhe të kuptoni se si mund ta parandaloni gërhitjen.
7 mënyra për të ndaluar gërhitjen kur flini. Gërhitja është gjëja më e keqe jo vetëm për ju, por edhe për personin me cilin flini. Ndaj, po ju tregojmë 7 mënyra për ta parandaluar ose minimizuar atë. Fjetja me korrizë është pozicioni më i keq për dikë që gërhet. Flini në njërin anë sepse do ushtroni më pak presion fyt dhe në gjuhë, duke ulur zhurmën e gërhitjes. Përdorni një pajisje që rrit lagështirën dhomë gjatë natës. Alergjitë e sezonit janë një ndër arsyet që shkaktojnë gërhitjen, si pasojë e ajrit shumë të thatë. Prandaj ju këshillojmë të përdorni një pajisje që rrit lagështirën gjatë natës. Mos pini verë para se të flini. Konsumi një gotë verë të kuqe para gjumit dhe relakson muskujt e fytit, por shton të gërhiturat. Bëni një dush përpara se të flini. E dim që preferoni të bëni dush në mëngjes, por duke qenë se gërhitja shkaktohet nga bllokimi i kanaleve të frymarrjes, një dush përpara se të flini është zgjidhja më e thjeshtë për të bërë një gjumë të rehatshëm. Provoni ngjitsin që vendoset mbi hund, i cili ndihmon në lirimin e kanaleve të hundës. Kjo mënyrë mund t'ju ndihmojë. Ky ngjitës jo shumë i shtrenjtë ju ndihmon për të liruar kanalet e hundës dhe për të përmirësuar frymarrjen gjatë natës. Flini në jashtëk të pastër dhe të fryrë. Mikrobet janë një arsye tjetër që shkaktojnë gërhitjen gjatë natës, duke lënë enzima ndaj të cilave jemi alergjik. Përdorni jashtëk të fryrë dhe pastrojeni ata çdo javë. Përdorni një pajisje kundër gërhitjes. Kjo pajisje nuk është gjëja më e bukur që mund të mbani kur flini. Por, ajo hap rrugët e frymarrjes duke ripozicionuar nofullën e mëposhtme dhe duke ulur në këtë mënyrë zhurmën e gërhitjes. Ka disa njerëz që shpesh herë justifikohen me faktin se han nga stresi, edhe shkencërisht kjo nuk ishte justifikim, por ishte më së vërtetë. Megjithatë, nëse jeni të stresuar, ja se cilat janë ushqimet që asnjëherë nuk duhet konsumoni. Më saktë, mos konsumoni asgjë, kështu thotin serti. Ndiqeni. Të stresuar, ja ushqime që duhet shmangni. Kur jeni shumë stresuar, mendoni për gjitha detyrat që duhet bëni dhe për ngarkesën jetën tuaj. Por nëse ndiheni në ankth, mund të jeni duke ngrënë ushqime që ju stresojnë edhe më shumë. Ashtu siç ka ushqime që ndihmojnë përmirësimin e humorit tuaj, ka edhe ushqime që mund t'ju bëjnë të ndjeni të stresuar apo në ankth. Prandaj është e rëndësishme të ndiqni një dietë që ju mban të motivuar gjatë gjithë kohës. Kafja. E një ndjerë dhe njëherë në ankth pas konsumimit kafes. Kafeina rrit nivelin e kortizolit, e cila përkeson gjendjen e stresit në cilën mund të ndodheni, sipas një shkrimi në Pharmacy, Biochemy and Behavior. Sheqernat. Konsumimi i ushqimeve të pasura në sheqerna shkakton një rritje dhe ulje drastike të sheqerit në gjak, që çon në rritjen e hormoneve të stresit. Alkooli. Mund të tundoheni për të pirë një gotë alkool, verë, për shembull për të larguar shqetësimet e ditës, por alkooli në fakt e përkeçon stresin. Pirja e alkoolit para një situate stresi çon në zgjatjen e ndjesisë së stresit dhe të ankthit. Ushqimet e pasura me yndyrna. Shmangni ushqimet e gatshme si patatet e skuqura, patatinat apo fast food. Një studim i bërë nga International Journal of Food Science and Nutrition tregoi se konsumi i shpeshtë i ushqimeve të pasura në kolesterol ndikon të tru, duke shfaqur simptoma ankthi dhe stresi. Ushqimet e kripura. Sasia e madhe e krips mund të eliminojë kaliumin në trupin tuaj, një mineral i domosdoshëm për funksionimin e sistemit nervor, që mund t'ju bëjnë të ndjeni etje dhe hidratim, i cili shkon në lodhje dhe stres. Për gjitha ju ambisa që në ndiqni, pyetja juaj $1 milion sapo zgjill. Duhet apo nuk duhet ta ruajmë bukën në frigorifer? Ndiqeni. Duhet apo jo ta ruash bukën në frigorifer? Kjo është përgjigjja përfundimtare. Ka aq shumë këshilla nga specialistë për këtë pyetje sa shpeshherë janë edhe kontradiktore. Siç dihet, frigoriferi është shpikur për të mbajtur ushqimet e freskëta dhe mbajtja e bukës aty është një nga këshillat që shpeshherë është marrë e mirëqen. Por në fakt nuk është kështu. Sipas një studimi të fundit në Britani,
Specialistët kanë arritur në përfundimin se arsyeja pse buka nuk duhet mbajtur në frigorifer shihet tek niseshtja që përdoret për gatimin e saj, e cila ndryshon sipas temperaturave. Ruajtja e bukës në frigorifer kristalizon niseshten, dhe pasi ajo bie në temperaturë ambienti, kthehet në gjendjen e mëparshme. Niseshtja e bukës ndryshon kombinim dhe pasi ngrohet, modifikohet sërish duke e bërë bukën edhe më të fortë. Ky proces largon shijen e bukës dhe i humbet freskinë e saj në një kohë më të shkurtër. Po çfarë duhet bërë për të ruajtur më gjatë bukën? Një nga specialistët e studimit, David Norman, këshillon që mënyra më e mirë për të ruajtur bukën e freskë është të mos e blesh atë me feta, sepse kështu ajo thahet më ngadalë. Gjatë vaktit, pret vetëm disa feta, atë sa do konsumosh, dhe pjesën tjetër lëret pa prerë. Në rast se sasia e bukës është e madhe dhe do ta ruash në frigorifer, mënyra më e mirë për të ndaluar procesin e kristalizimit është ta fusësh në një enë hermetike ose në një qese. Rikthehemi së bashku këtë herë për diçka shumë jetike. Migrena diskutohet që është një ndër problemet edhe sëmundjet e cila është shumë stresante, sepse jo vetëm kemi dhimbje, por na shkakton edhe stres, nerva dhe nuk arrim koncentrohemi në jetën tonë të përditshme. Ndaju njësoj që të shihni insertin edhe të kuptoni se si në pak minuta ju mund t'ja dilni të shpëtoni nga migrena. Receta si të pushoni migrenën brenda pak minutash. Migrena mund shndërrohet në një mangth. Nuk ka asnjë metodë për të provuar shkencërisht që ta kurojë atë. Por fatmirë njerëzit kanë gjetur një mënyrë të natyrshme që mund të ndihmojnë lehtësimin e torturave brenda disa minutave. Pija magjike konsiston në përbërësit magjik, ujë, lëng limonit dhe 2 lugë krip. Kombinojnë përbërësit dhe pihen. Prisni për disa minuta. Kripa duhet të jetë një kualiteti të mirë. Kripa roze Himalajeve gjendet edhe tek ne, është shumë e mirë për shkak të 80 mineraleve të ndryshme që ajo përmban. Konsumimi i kripës ka provuar serotonin. Kjo ndihmon për të shuar dhimbjen dhe inflamacionin. Ore, kishit dëgjuar më përpara ju për terapinë me topin e tenisit? Jo, po bëj shaka, e kam me të vërtet. Zbesoni? Po mirë, nëse zbesoni, ndiqni insertin. E çuditshme por e vërtet. Ja si të ndaloni dhimbjet e shtyllës kurrizore në një top tenisi. A e kishit dëgjuar më parë terapinë e topit tenisit? Mund t'ju duket e çuditshme, por ka rezultuar se kjo teknik funksionon në lehtësimin e dhimbjeve të kurrizit dhe nervit sciatik. Bashkoni 2 topa tenisi së bashku dhe lidhni me një copë ose me një ngjitës. Vendosini topat e tenisit poshtë kurrizit, në zonën ku ju dhem dhe filloni të lëvizni ata nga lart poshtë. Kjo është një mënyrë mjaft e mirë masazhuese. Dhe është momenti për të ndjekur disa qaste publicitet. Miqtë e mi, mirë se erdhët në pikërisht në një shelter change. Realisht, ne mund thoni se çdo ketlin një kamplet themi qesh, e po ja se po ju a shpjegoj. Ju mund visheni shumë shik duke ndjekur trendet e fundit modës, ndiqni edhe të shkoni në baret më in qytetit tonë edhe të keni jetën tuaj luksoze, lifestyle-in tuaj që asnjëri nuk ju amuhon. Megjithatë janë gjithmonë ca persona, le të themi, sepse nuk më pëlqen ti personifikoj thjesht si kafsh, sepse ju keni tendencën që ta keni në formë ofenduese këtë të fundit. Po këta personat shumë të lezetshëm personalisht qytetit tonë na shoqërojnë kudo. Si në mirë, në keq, në kohë të mirë, në kohë të keqe, i kemi gjithë një pranë vetes. Fatkeqësisht disa nga ju nuk e kuptoni se ato afrohen ndoshta edhe për t'ju përkthjelur edhe për të dhënë atë dashurinë e pakufishme që ata e kanë, por që ne ju amuhojmë. Edhe i keq trajtojmë, po ka edhe nga ata rastet shumë pozitive,
ku njerëzit jo vetëm që sillen me goxha mirësi për ta, i ushejnë aty në rrugë ose i përkdhelin, por marrin edhe hapa galopan, siç është ky i sotmi, ku është pikërisht një shelter change e cila ka marrë përsipër kurimin, ushqyrjen, strehimin e shumë çejve. Un kam disa informacione, keni edhe ju, sepse ato nuk mungojnë as në rrjetet sociale, duke bërë pa mundurën që ju t'jeni në korrent me ta edhe ti njihni, ndoshta për t'ju zbutur disi zemra që t'vini këtu edhe t'i adoptoni për t'i patur pjesëtar të familjes tuaj. Megjithatë, përposë të informacioneve që un kam edhe mund t'ju jap, unë mendoj se duhet jemi së bashku me një nga anëtarët e këtij shelteri për t'ju sqaruar më saktë dhe të keni informacionin e duhur. Përshëndetje Izabela, mirë se erdhe në Living, edhe është dyfishohet kënaqësia përveç faktit që unë jam një ambient me kafshë unë i dashuroj, po është edhe e bukur kur e prezanton ti kë si vullnetare diçka e caktuar, se jemi mësuar anëtare, pjesë e bordit drejtues, edhe këtu nuk ka gjëra të tilla, ndaj edhe shtohet edhe ju përgëzoj për nismën që keni marrë. Mirë se keni ardhur. Këtu është Shelter Animals Need Me. Unë jam njëna prej vullnetarëve të Animals Need Me. Është një stre e cila hap për me u vënë në ndihmë këtyre miqve tonë të përhershëm edhe të përditshëm, kafshëve të rrugës, përgjithsisht, po edhe aty në cilët janë të braktisur apo pa pronar aktualisht. E thash pak më përpara që sado që nuk duam të kemi kafshë shtëpiake edhe nuk jetojmë me ta, është e pamundur të mos i takojmë edhe të mos na shoqërojnë për të bërë goxha rrugë në rrugë tona. Ne flasim shpesh në Living për lifestyle-in, për mënyrën e jetesë të njerëzve, për dasmat, për mënyrën se si festojnë, se si hidhrohen. Po, duket shumë interesante edhe të flasim për jetesën pikërisht e këtyre çejve. Më saktë se ju nuk mund të përgjigjet asnjë njeri tjetër, sepse ne mund të kemi 1-2 kafshë maksimumin në shtëpi dhe mund të flasim për ta. Këto janë një grup shumë i madh i cili po të njihni ka gjithë secili karakterin e tij, format e tij sjelljes, gëzimit, shprehjes dashurisë, ndaj më mirë se ju asnjë tjetër nuk mund të na sqarojë. Pa tjetër, atëherë, sot e kësaj ditët mund të mendoj se me që po flasim për pjesën e trendit kafsht, janë një trend, po problemi që ndran këtu që ne jena pak racista edhe te kafsht, nuk ka shumë lidhje me dashamirësinë, shumë tyne sa ka lidhje me sa të bukur e kam kafshën, po nuk ishte e bukur, nuk kam arsye për çë më e marr. Ideja është se duhet më eduku njerëzit që njësoj se ne ajo është një xhallesë e natyrës. Është një xhallesë e natyrës që për aq sa është në mjedisin ton ka të drejtën me jetu, po aq sa kena të drejtën me jetu edhe ne në po të njëjtin mjedis. Nëse sot e kësaj dite këto kafshë gjenden rrugë, gjenden për vetë faktin se është faji jonë, do më thonë, ne i kena braktis, ne i kena ba me më rrit aty ku janë sot e kësaj ditet. Sikur mos kishte kanë dora e njeriu të me lëshu një qen apo një mace në rrugë, Shkodra nuk do të kishte pas mbi popullim kaq të madh të kafshëve të rrugës, të e bë edhe një problematik shumë të prekshme së të kësaj dite. Por nga ana tjetër ne po mundohen ditë mas dite që me adoptu sa më shumë kafshë, që me i sensibilizu sa më shumë njerëzit edhe me i bë me besu se edhe ata janë të mirë në jetesën tonë të përditshme. Me pas një kafshë në shtëpi, përveç faktit që është gjëja më e bukur në botë, sepse të fal shumë dashuri, është edhe një gjë shumë e mirë. A din të rrit shumë sensin e përgjegjësisë ndaj një gjëje të caktuar, të mëson se si mu sjell në lidhje me shumë gjëra. Dhe pikrisht, me që folëm për të pasurin një kafshë shtëpiake në shtëpi edhe benefitet e kësaj, unë juftoj që ndiqni insertin pikrisht për të folë se si është jetosh edhe të bashkëjetosh me një xhallesë kaq lezetshme në shtëpiat tona, dhe rikthehemi sërish bashku për të vijuar me intervistën. Marrëdhënia me kafshë shtëpiake ka një ndikim mjaft pozitiv në strukturën tonë fizike dhe psikike. Prania një kafshë ka vlerë terapeutike, por secila specie ka efektin e saj në psikologjinë tonë. Ja pra se si qent, macet, papagajt dhe kafshët e tjera mund na shpëtojnë jetën me praninë e tyre. Përderisa këto qenie janë bërë shumë të rëndësishme, arrin na kuptojnë janë shok vërtet jetës, mund thuhet se çdo kush për nesh ka mundur të takojë një herë të paktën një kafshë mike. Prania tyre nuk është thjesht dhe vetëm një prani pasive, por edhe përkrahase. Të dëshmojnë eksperimente të shumta psikologjiko-shkencore, si edhe autorë të ndryshëm që merren me studimin e këtyre marrëdhënieve të veçanta. Kafshë shoqëruese tashmë lejohet të futen edhe në ambientet spitalore. Në vendin tonë nuk ka ende shembuj të tillë.
Megjithatë, personat cilëve u është dashur të kurohen jashtë vendit mund të jenë ndeshur shpeshherë me raste të tilla. Kështu në një spital të Italisë është ligjërisht e lejuar që kafshë shoqëruese dhe terapeutike të jenë pjesë e tij. Por fuqitë e jashtëzakonshme të marrëdhënieve me kafshë veprojnë edhe në kontekste informale, sepse ekzistojnë raportet që arrin të përmbushin nevojat tona për dashuri dhe siguri, të inkurajojnë anë të cilat nuk janë suksesshme ndër veprimet njerëzore, të ngjallin ëmbëlsi, zbusin aspektet caktuara. Kafshë shtëpiake arrin të na falin qetësi pas streseve të përditshme, por dhe një ndjeshmëri të thellë. Zbusin raste të tensioneve në familje. Kjo realizohet nëpërmjet një shkëmbimi komunikativ dhe emotiv, special që udhëton nëpërmjet kodeve emocionale të menjëhershme. Për shembull, miku më i mirë i njeriut, qeni, është pallur si një alat i mirë për shëndetin e zemrës. Sipas disa kërkimeve, pronarët e qenve gëzojnë një rrajë më të mirë kardiake, duke pasur nivele kolesteroli më të ulta. Pra, me fjalë tjera, qeni prezantohet si një terapi e vërtetë. Ndërkaq me praninë e kësaj kafshë në dhomë xhumit flihet më shumë. Edhe takimet miqësore duket se favorizohen. Qeni vepron si një antidot për drojën dhe lehtëson ndërveprimet. Efekti i afrushmërisë me tjerë funksionon edhe me macet. Prania e macës shkakton ndër të tjera qetësim, reagon si antistres, si dhe ul tensionin nervor. Nga macja mund të marrim ndoshta edhe një lloj mësimi në lidhje me joshen seksuale, prej sensualitetit të tyre të lindur. Edhe shpend veprojnë si një stimulues për krijimin e marrëdhënieve të reja. Një studim i kryer në rezidencë për të moshuarit ka evidentuar se kujdesi ndaj papagajve i ka bërë ato më të hapur dhe më të disponueshëm ndaj tjerëve. Kali me ndjeshmërinë e tij të jashtëzakonshme, me përshtatjen inteligjencën është konsideruar gjithmonë si një ilaç i vërtetë. Hipoterapia ka një origjinë të vërtetë lashtë. Ajo është veçanërisht e përshtatshme për ato që vuajnë nga shregullimet psikiatrike. Vështirësitë në krijimin e marrëdhënieve për fëmijët me deficite motorike apo viktimat e dhunës. Ndërkaq, pasja një akuariumi në shtëpi duket se redukton humorin e keq, ndërsa çuditërisht heqet e ndjenjën e urisë tek pjesa më e madhe e njerëzve. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out for the... Për me fol pak për Animals Need Me edhe për çka konsiston. Përgjithsisht konsiston në sterilizimin edhe vaksinimin, marrjen domethënë kafshë nga rruga, sterilizimin dhe vaksinimin e tyre. Dhe fatkeqësisht me lëshua edhe një herë në rrugë të marr parasysh se nuk ka një fond të caktuar që mundet me na ndihmu me i majt. Me majt një numër kaq të madh kafshë sa ka Shkodra është një shpenzim maramens dhe të marr parasysh këtë gjë. Animals Need Me si një shoqat me vullnetar ku drejtohet për shpenzimesh vullnetare ka praktikisht pa mujtun për me majtet ana. Ne mundohena më aq sa kena të ardhurna me ju bë ndihmë dhe me u bë krah shumë kafshëve. Aktualisht strehojmë mbi 50 qen të Shkodrës. Janë strehu shumë më tepër thjesht kanë ardhur duke u ndrru të marr parasysh se një pjesë janë sterilizuar, kanë dalë edhe një herë në rrugë, ka ardhur një pjesë tjetër që janë marrë për sterilizim edhe një herë. Janë bërë disa projekte, dy prej cilave kanë qenë të bashkisë dhe një projekt tjetër ka qenë personali joni që ka ardhur nëpërmjet World Vetsave, kanë qenë disa veterinerë amerikanë që kanë ardhur dhe kanë bërë 209 sterilizime në Shkodër dhe janë bërë sterilizimet pikërisht në drejtorinë e bujqësisë në Shkodër. Puna e përditshme është, domethënë, përbën për 10 vullnetarësh, realisht nuk ka një numër më të madh personash, pjesa tjetër janë thjesht dashamirës që në mos praktikisht tu ardh ditë për ditë këtu siç vim ne, të paktën ndihmojnë tu na ndihmu financiarisht apo tu na sjell ushqime apo kur kena klysha të vegjël tu na sjell batania apo qumsht për ta. Këtu mundohena sa më shumë që me i kuru, sepse përgjithsisht Shkodra ka dhe kafshë të smura që kanë shumë nevojë për ndihmë. Ne specifikisht merrena shumë me ta, që edhe mos me përbën një rrezik për popullsinë e Shkodrës, por edhe më kuru edhe ajo kafshë me u dhanë drejta, pse jo me pas edhe një familje. Kjo është
paka shumë do më thënë ajo me çamerret Animals Need Me edhe vullnetarët e Animals Need Me. Ne qëllimi jonë është që mu shtu sa më shumë numërion, sepse sa më shumë që t'jena, aq më shumë kafsh mundena me ndihmu, aq më pak problematik mundet mu bë kafsh të rrugës sot në Shkodër. Edhe kishte kanë një gjë e bukur pse jo më mësu njerëzit me bashkëtu edhe me një gjallësi tjetër që nuk është njerëzore. Po që ndonjëherë kanë ca instinkte shumë më njerëzore se sa ne, ato njëri tjetrin nuk e braktisin aq lehtë sa shpesh shohim tradhtit mes njerëzve në sensin e kësaj njerëzores me që po flasim. Ne nuk mundemi të detyrojmë njerëzit t'i duan kafsht edhe aq më tepër të drejtohen rrugë dhe t'i përkdhelin, t'i marrin shtëpia, t'i ushejnë. Ka disa që thjesht nuk i kanë me ndonjë çeft madh, po as nuk i dëmtojnë, se të mos flasim për atë kategorinë ku kam idenë që mllefet e tyre i shfrejnë tek kafshë, se jo se kanë ndonjë problem drejt për drejt me ta. Po kategoria që i ka frikë. Cili është sekreti, sepse ju duhet shpesh të përballeni edhe me qenë që ju nuk i njihni, edhe që kanë probleme, nuk janë as të sterilizuar, as me vaksinum. Çfarë sekretit mund? Sekreti vetëm edhe thelbësor për me mujt me shku mirë me çfarë do lloj kafshë, si kafshë shtëpiake e një personit, ashtu edhe kafsha rrugës, po specifikisht kafsha rrugës me qenë se ne merrena me ta, është mos me i pas frikë. Në qoftë se ne nuk i kena frikë kafshë të rrugës, ato nuk munden me na bë absolutisht asnjë gjë. Do të thonë, në rast se ti shef një turm qenësh tu afru me tendenca sulmuese ndaj teje, mjafton thjesht me e thirr edhe me i afru afër vedet, edhe ke për ta pa që kanë përfunduar të lviz bishtin për pjetë edhe të tu afru. Edhe për asnjë moment vetëm nuk kanë për tentuar më për me të sulmu. Janë problematike vetëm kur bëhet fjalë për biçikletat, kanë një mendim tynen që biçikleta është një gjë e pakëndshme, por edhe bëhen territorial, të marr parasysh se gjatë ditës qyteti është i mbushur plot me njerëz dhe ato kanë tendencën mu msheh ose me fjet ose mos me lviz. Natën ata kanë tendencën me mendu që okay, këtu jena në vendin tonë tashmë, edhe ne jena një grup që duhet me mbrojt këtë vendin tonë. Prandaj edhe kanë tendencën ndonjëherë me sulmu, por që për asnjë moment nuk e kanë atë që po e sulmojmë sepse ky është një individ i keq edhe ky duhet mu sulmu. Domethënë nuk Megjithatë unë di, edhe kam lexuar një studim që kafsht janë të parë që e kuptojnë aureolën e një personit. Edhe let mos e themi atë pjesën që njerëzit që nuk duan kafsh kanë pak probleme me personalitetin. Ups, e tham. Po mos e merrni personale. Po thuhet se kafsht janë të parë që dallojnë edhe njeriu pozitiv prej atij më pak pozitiv, le të themi, kështu që nëse sulmoheni nga kafsht, keni disa pikpyetje për edhe vetveten. Nuk po ja thojmë krejt drejt. Me shaka më tepër. Tjetër, por që them se mjafton mos me i pas frikë, edhe është gjëja kryesore që ti duhesh me bë, edhe mos me pas tendenca sulmuese ndaj tyne. Gjithmonë kafsha ka prirje më friksu ndaj bastunit, sepse njerëzit kanë pas tendencën me i gjujt, ose me shej sikur po i gjujnë me gur, ata të merrohen direkt edhe kanë tendencën me të sulmu mandaj, sepse janë mësuar me idenë që njerëzit që i kanë kështrejtu i kanë gjujt me diçka ose i kanë ra me diçka. Prandaj edhe kanë tendencën me sulmu, nëse ata janë agresiv, prap vazhdoj me thënë që përgjegjësia mbetet gjithmonë e jona, sepse nuk kena ditë ne mu sjell me ta. Faji kryesor është i joni që i kena braktisë, edhe sot ata janë të detyruar me jetu aty ku jetojnë. Pra është një psikologji pak a shumë si edhe e njerëzve, se një fëmijë rriton një familje dhunshme, nesërmën ka për të prodhuar dhunë. E njëjta histori ndodh edhe me kafsht. Megjithatë ju jeni më në mbrëmje dhe le të flasim pikërisht për këta që janë këto. Si reagojnë ata kur hapet ky kafazi edhe hini pikërisht ju që jeni, le themi, zotin qiell e ju në tokë për ta? Ata janë shumë të dashur. Realisht nuk është vendi ideal me i majt kafshë një shelter. Vendi ideal për ta është një familje, është një shtëpi, është një oborr, është një kolibë për ta, me pas ujin edhe ushqimin të përditshëm me lujt me ta. Ai është vendi ideal. Me i majt në një shelter, domethënë me i majt të burgosun realisht. Por që në kushte të tjera të marr parasysh se nuk ka as edhe një mundësi tjetër, ky është vendi ideal të marr parasysh se s'kan asnjë streh tjetër mi kry. Por që mundem të thënë që sa po futesh
fsha të mbrëmje për vetë se të hedhen për me të dashur shumë fort, domethënë, edhe dojnë me të rrezu për tokë vetëm se me dashur fort, me të dhuruar dashnin që ata ndoshta s'kan pa njerëz tan ditën edhe realisht një ajo ka kanë ajo që ka nevojë, si më thonë, edhe në momentin që vim ne, atë momentin që vim me ushqim, me i pastrua dhe me kryej të tana punë që kryejmë ne për ditë me ta, e dojnë me se s'ban me lujt pak adin, me të hell, të pickojnë, bajnë gjoja sikur të kafshojnë, por realisht nuk kanë asnjë lloj tendencë agresive, dhe nuk kanë asnjë lloj tendencë agresive ndaj asnjë persone. Kena shumë adoptuese që kërkojnë do na qenë të egër ne, se ai qenë i egër na duhet për me rujt shtëpinë, kupton? Edhe përgjigjja jone përhershme është ne kena qenë që leh, sepse tanë qëjtë lehin, por realisht nuk kena qenë të egër, sepse asnjë prej këtyre këto nuk janë të egër, asnjë prej çejve nuk janë të egër, vetëm nëse ti je mëson, edhe nëse ti e ke shtrajton ai ka tendencën më bëj egër. Në të kundërt jo, absolutisht jo. Por raportet me njëri tjetrin, si kanë anosit e njerëzit ajo konkurrenca, egoja, edhe shumë virtyte tjera që ne i njohim tek njëri tjetri, po i kemi pak të paqarta te kafshët. Përgjithsisht kafshët ecin me instinkt. Tu kanë se ecin me instinkt, kanë tendencën që më i forti duhet me mbizotru. Ke batin për shembull, po t'jap një shembull që në qoftë se ne më përpara kur ka një kafazi përbash, përpara se më bë disa investime në shelter, nëse u fut te një qeneri, bati është ai që rrin tan kohën aty i fokusuar. Ai që na man me muzikë. Ju man me muzikë, fix. Nëse u fut te një qeneri mbrëm, po e pranovi bati, e pranote tanë kopeja qenve. Nëse se pranote bati, edhe tjerë të bashin agresiv në ti. Po ishte thjesht momentale. Lideri. Po, lideri. Po ishte thjesht momentale. Sa po ne ti bërtiqem, edhe ti bashim me kuptu që okej, është një pjesëtar i ri i familjes, edhe ka për të najtë këtu me ju, vishin edhe e nuhatshin të tanë. Edhe absolutisht asnjë lloj tendencet agresive ndaj tyre. Ka për leshje, përgjithsisht e pjesa ushqimit, qetë kur bashkëtojnë me njëri tjetrin, dojnë gjithë secili me hangër shumë më tepër se tjetri, kafsha funksionon sa më shumë që ti jepsh aq më shumë han. Kështu që kanë tendenca ndonjëherë mu kaca fyt, por që nuk janë problematike, nuk është pjesë shumë problematike, ajo se ne mundna na një farë në thojza me i zaptu, të marrë parasysh se bashkëtojmë për ditë me ta dhe kujdesena për ditë për ta. Ju i keni vendosur edhe emra. E keni patur vështirë ti memorizoni edhe të mos thirrni thjesht bati edhe të vi kush të vi? Ata i kanë memorizu shumë shpejt emrat, sepse ne kena tendencën me i majtë mend absolutisht emrat edhe aty në kafshëve që kena dhënë për adoptim. Mundona me i thanë personave po maj këtë emër, se shifë se i pëlqen ky emër, sepse realisht kafsha është mësuar atë emër, tu kanë se kanë me ne. Po unë emrat e tonë këtyre mundem me t'i thani tash që kam përmend që mundem me thani emrat e tjerëve. Imagjinoni se si duhet njihet një person i cili poston në rrjetet sociale një foto me një nga çejt tuaj. Edhe Izabela për shkakun komenton sa bukur bati. Sa është i veti, e ka rrit vetë. Absolutisht po. Fill kishte kanë fjala parë domethënë. Mos e merrni si ofendim, jo se ju s'keni dal bukur, po thjesht bati. Bati është jone, bati është jone. Konkretisht përse ka nevojë Animals Need Me? Për më shumë vullnetar, për fonde, për më tepër vëmendje? Vëmendja, nëpërmjet vëmendjes mundën marrë të të tjerat kam përshtypjen. Vullnetar po, sepse dora është ajo që bën punën më të madhe. Ne kena nevojë për njerëz që i dojnë fort. Nuk është nevoja gjithmonë marrë vetëm thjesht me dhanë me hangër, po edhe marrë me i dashur fort, sepse ata kanë shumë domosdoshme këtë gjë. Edhe kena nevojë për fonde, po, për fonde ka nevojë, sepse me majt një strej absolutisht nuk është një gjë e lehtë. Me majt 50 kafsh, siç e kena një aktualisht, që për ditë janë shtoju një, largo një, shtoju dy tjerë, largo një tjetër, adin sepse kështu funksionon, është e pa mujtun me i majt tanë, grumull, ashtu siç janë. Me majt një stres shumë e vështirë dhe absolutisht ka nevojë për ndihmë, për ushqime, për ilaçe të përditshme që ata i kanë të nevojshme në rast se janë të smur. Edhe fiks kjo është pjesa që ne japim pak më shumë prioritet atyne që janë më shumë nevojtar, kanë nevojë për një kur për problem lëkuret apo për një smundje të mbrëmshme që mund të kenë. Edhe realisht fondet janë shumë të nevojshme. Dora vullnetare prapa është kryesorja, edhe ndihma më e madhe që mundet me na dhënë. Sa më shumë që t'jena, aq më shumë punë mundena me bë, kështu që këtë kërkojone prej qytetit Shkodrës edhe për krejt qytetarëve të Shkodrës. Kjo ishte edhe një ndër arsyet sepse unë erdha vetë këtu edhe nuk ju ftova në studio, ju realisht nuk se mungonin emisionet tona edhe vjen vërtet mirë që njerëzit po e përqafojnë
punën e pa lodhën që ju po bani, por nështë duke qenë këtu njerëzit e shohin edhe ambientin edhe disi zbuten. Por duhet thënë edhe diçka tjetër që këto mund të kenë smundje, por që nuk janë njëjtëse për ne njerëzit. Kështu që nëse ai ka problem me bishtin se mund t'i ketë rënë pak pushjo, ku ta diu nuk është edhe ju keni me pas probleme me flokt. Është thjesht një nevojë e tynja, por që nuk reflekton te ne. Ne kena tendencën me i dhanë disa informacione të pavërteta vetit. Informacione të tipit kafshët marrin leishmanioz sepse hajnë nër plena, që është absolutisht jo e vërtet, edhe në qoftë se njerëzit dojnë me marrë një informacion mbi leishmaniozen, i sugjeroj që më fut në Google, me marrë një informacion mbi leishmaniozen, mbi mënyrën se si transmetohet leishmanioza, apo çfarë do lloj sëmundje tjetër që një kafshë rrugët mundet me pas. As diskutohet që mundësinet e tyre të vetme kur janë në rrugë nuk kanë ku me hangër tjetër edhe bën me dashur ata. Por në fundit ne vetë i hedhim plenat ashtu, kështu që pikërisht, nëse ne dona që ata me kanë mirë, nuk na kushton asnjë gjë, asnjënit për nesh ushqimin që mbetet në shtëpi, mos më hell në kusht plenave, po të paktën njëri që është i pastër, me vu di koncept që një ata çente lagjes tonë të paktën më ushqyjnë atë. Nëse ne do ta bashim kët, nuk do të kishim pas frikë as se çeni mundet me na sulmu, as se mundet me na njit në smundje. Prandaj, sa merrni informacione të pavërteta në lidhje me smundje të ndryshme kafshë, ju sugjeroj që më marr informacionin në lidhje me një smundje, edhe me kuptu që po të kishte kanë ashtu ne që merren me qenë me probleme, deri tash nuk do të kishim kanë më, por realisht ne jena me shnet të plot edhe ka me ju zgjat jeta për kënaqësisë që ju merrni. Shumë drejt, për këtë ke shumë drejt, ka për të na zgjat jeta. Kjo është shumë e sigurt. Izabela, ju kuptoj se un kam një mini shelter micash në shtëpi edhe vetë sa vinë shtohen sepse fatmirësisht familja ime i mirë pret edhe nëse nuk mund të jetojmë me të gjitha dhe t'i kemi në shtëpi ose në shtrat, të paktën në oborri jonë është gjithmonë janë të parat që mirëpresin çdo person që hyn edhe që del. Kështu që unë ju kuptoj e di se sa mund është edhe se sa kënaqësi fitohet nga bashkëtesa me ta. Unë të falenderoj për mirëpritjen edhe realisht mbaj shefi që i takova personalisht sepse në rrjetet sociale i shoh shpesh edhe më konkurrojnë me like, goxha. Unë ju falenderoj ju që keni ardhur dhe jeni bë pjesë të shelterit, ju falenderoj ju që jeni të i bë të qartë qytetarëve të Shkodrës se për çfarë bëhet fjala dhe çfarë punon shelteri ditë për ditë, për çfarë punon Animals Need Me drejt për drejt. Du që thjesht me dhënë edhe një mesazh të fundit, bashkohuni sa më shumë me ne, kontaktoni sa më shpejt me ne, bëni pjesë sepse ju vetëm që ikni pak për asaj rutinës përditshme kafe, po bani edhe një dobi në lidhje me komunitetin sepse mua ku jena të partë, por që mu vuj fjen lëvizje dhe mendi mu nuk është se jena shumë të aftë të kjo pjesa. Prandaj kisha thënë, sa më shumë që të bëhena, aq më shpejt ka për të zgjidhur problemet tyne, aq më shumë kafshë të gëzuar kena me pas edhe njerëz të gëzuar që i kanë marrë. Miqtë e mi, se si ikën këto minuta të këndshme me ju, edhe është pikërisht momenti për t'ju falenderuar që na ndiqni dhe për t'ju thënë natën e mirë, shihemi javës tjetër.